Është shumë kënaqësi me promovu gjërat që cilat i kryen punë qytetarit tonë, unë mbi gjitha punoj për qytetarët, edhe ky emision është i dizajnuar format për qytetarët, dhe pse jo të flasim për një projekt kaq të mirë, kaq serioz dhe kaq suksesshëm, siç është shkolla e mesme mjekësisë Imperium. Unë thash që në 4 gjenerata që kanë qenë pjesë e shkollës deri më tani, krejt kanë qenë suksesshëm dhe që ka një kurrikul të veçantë. Do doja të dija fillimisht çka është e veçanta e shkollës Imperium. Faleminderit. Po mund të themi e veçanta që në start janë drejtimet të cilat janë shumë adekuate për kohën e të cilën rinia përgatitet për të ardhmen dhe për profesionin e tyre. Mbi të gjitha janë të akredituara të gjitha drejtimet dhe shkolla jonë posedon dikon 5 drejtime me një numër aktual të mbi 200 nxënësve në total si shkollë, sepse e përmendë që është në vitin 2022 është themeluar dhe është fillimisht si shkollë e re, po dhe përkundër faktit që është shkollë e re, kemi një numër të mirë dhe në vitin që jemi tani kemi të regjistruar pothuajse nxënësit në të gjitha drejtimet me kuotën e plotë që i kemi të lejuar nga Ministria e Arsimit. Me qëllim nuk përmendi shifra, jo për tjetër, por më shumë po përqendrohemi tek profesioni, tek mundësitë që jep shkolla jonë këtë rast dhe te mënyra e organizimit të gjithë procesit mësimor për brenda shkollës, e mbi të gjitha dhe mënyra e organizimit të praktikës, gjë që në shkollën tonë praktika është çështja pothuajse më kryesore. Jo për shkollën tonë, por për drejtimet dhe për profesionet që përgatiten të rinjët në këtë rast, praktika është në këtë rast